kanalet e mëdhenj kullus. Aktualisht në gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi. Një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 30 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që siç e thash dhe më lart, si rezultati i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë e më pak i papritur në mbar botën. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumejt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Në një situatë si kjo, nuk kërkohen fajtor imagjinar, po ndihmohen njerëzit real. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptar, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizi në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit.